nuk e di me çka mundet një njeri me u llogarit më tepër shqiptar se tjetri, nëse nuk është thjesht veç puna e gjenetikës edhe e prejardhjes. Mirë, po ajo e cila e bën njeriu njeri nuk është etnia e tij, as nuk është prejardhja e tij, as nuk është ngjyra e lkurës, as nuk është gjuha cilën e flet, as nuk është gjeografia në cilën jeton. Ajo që e bën njeriu njeri është pikërisht njerëzillëku i tij që i kalon si nocion, i kalon të gjitha këto identitetet, janë identitete pa mohueshëm këto që i përmenda. Mirë, por nuk janë identitetet cilat ti i ke zgjedh. Kë mujt me qenë me ngjyrë i një vendit të Afrikës atje, nuk i shikon ma pak i vlefshëm se on. Po as si shikon a priori ma i vlefshëm se on. Prap ma të vlefshëm ose më pak të vlefshëm të bën ajo që ti mundesh me zgjedh, jo ajo që ka zgjedh Zoti për ty. Se në rastin tonë jena duke fol nga një këndvështrim, megjithatë nga një këndvështrim i besimtarit. Domethënë Zoti e ka zgjedh për ty edhe s'ke pse mburresh me te. Maje, ndjehu komod me te, prap kur them s'ke pse mburresh, kjo me automatizëm nuk kupton edhe s'ke pse kompleksohesh. Por ajo për cilën edhe mundesh me u ndi krenar, edhe sigurisht ke përgjegjësi, është ajo të cilën ke pas mundësi me zgjedh. Ne do të themi, besimin ke pas mundësi me zgjedh. Nëse e ke zgjedh besimin e duhur, atëherë padyshim që ke arrit sukses.